Dy të paraburgosurit Francesco Doçi dhe Ardian Gjoka janë identifikuar si autorët e incidentit të rënd të ndodhur në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale Jeve Përreç, ku është ushtruar dhunë ndaj punojësit të policisë të Burgjeve dhe janë shkaktuar dëme brenda qelisë. Sipas raportimeve të dy të paraburgosurit, kishin qenë më herët të veçuar pasi dyshohet se kishin ushtruar dhunë ndaj një tjetër të paraburgosuri. Gjatë incidentit të fundit, ata kanë thyer derën e banjës dhe kanë shkatërruar sende të ndryshme brenda qelisë. Pas njoftimit të ngjarjes, forcat e sigurisë kanë ndërhyrë menjëherë duke i neutralizuar. Burime nga vendngjarja bëjnë me dije se në një moment njëri prej të paraburgosurve ka tentuar t'i vërë flakën një bombull e gazi, por tentativa është parandaluar në kohë. Punojësi i policisë së Burgjeve ka pësuar dëmtime në pjesën e ballit, por ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Pas incidentit, Francesco Doçi dhe Ardian Gjoka janë transferuar në burgun 313 në Tiranë, në pritje të dërgimit në një institucion të sigurisë së lartë. Ndaj tyre janë vendosur masa disiplinore, përfshirë izolim për 3 muaj, si dhe ka nisur procedim penal për 3 vepra penale.